Partia Socialiste rinis protestat me qëllim rrëzimin e qeverisë. Pas një përgjigje zyrtare në lidhje me ofertën e drejtuar kryeministrit për hetim të zgjedhjeve të 28 qershorit 2009, PS-i drejtohet sërish në mbështetësve të saj në të gjithë vendin për një valë të re protestash të cilat nisën në qytetin e Elbasanit. Duke ju drejtuar protestuesve të pranishëm, kryesocialisti Rama nënvizoi bindjen e opozitës për të vazhduar betejën për atë që socialistët e quajnë transparencë të zgjedhjeve, korrupsionit, keqqeverisjes, varfërisë dhe krizës totale. Sali Berisha nuk ka më shumë arsim për të dhënë të rejave e trinjve që i ka kthyer në kope, në universitete të transformuara në fabrika diplomash pa vlerë. Se Sali Berisha nuk ka më shumë ilaçe dhe më shumë kujdes shëndetësor për të dhënë të gjithë atyre që u ka bërë shërbimin shëndetësor 5 herë më të shtrenjtë, nuk ka më shumë shpresë për të dhënë shqiptarëve se sa horizontin e Europës, ku u thot largohen, e të bëjnë që të duan, nëse nuk e pranojnë sundimin e tij. Kryetari socialist Edi Rama akuzoi qeverinë Berisha për refuzimin e statusit të vendit kandidat dhe se po kërkon të cënojë lirinë e popullit për të gjykuar me votë këtë qeveri. Sepse Sali Berisha nuk ka më shumë shpresë për të dhënë shqiptarëve se sa horizontin e Europës, ku u thot largohen, e të bëjnë që të duan, nëse nuk e pranojnë sundimin e tij. Ne duam një dhe ku kushtetuta të mos jetë një libër pa vlerë, po t'jetë një rregull i përbashkët i bashkëtesës sonë. Ne duam një dhe ku drejtësia mos jetë një fjalë pa kuptim, po t'jetë kuptimi i bashkëtesës sonë. Protesta që ka në thelb kërkesën e kahershme të opozitës për transparencën e zgjedhjeve të qershorit 2009 u mbështet edhe nga përfaqësues të forcave të tjera politike, ku për herë të parë që pas largimit nga Partia Socialiste u shfaq dhe Petro Koçi, sot kryetari PSV 91, si dhe drejtues të shoqatave që mbrojnë të drejtat e ish të përndjekurve politik.